kur besimtari e ka imanin e madh, në këtë jetën e vetë, ma shumë je përparësia Allahu se sa këtë punë dhe të saj pote. E që kjo është sekreti, që na nuk i kuptojmë shpeshere, si ka mundësi një sahabe me dhonë jetën për Allah. Se kuptojmë se na këtë punë e bëjmë për jetën tonë. Na përshëm punojmë me kriju komoditet jetës tonë, na punojmë për me pas pushtet jeta jonë, këtë për jetën tonë punojmë. E si ka mundësi ti me arën dhe regje me dhonë jetën për Allah, atër kur ti e ki ushqi imanin tanë, e trupjet më s'ka vlerë, pasunjet e s'ka vlerë. Ebu Bekri radiallahu anhu milioner, se në gjenë si Ebu Bekri radiallahu anhu. S'ka më mas ti, në dynjon njerëz si Ebu Bekri. E dini pse? Se a imani ti ishte aq i madh sa që këtë banorët e Medinës, imani atyve ishte më i vogël se imani e Ebu Bekrit. E kur atë puna me ndihmu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me parën e vet, tha këtë ja Rasulullah, këtë çka kam ja për ty. Së ngjen sot që si muslimani. Bilëm, unë e kam konstatu për jetës teme me njerëz një fatkeqësi shumë të madhe të xhamati musliman. Që Allahu sa më shumë mu jep muslimanëve pasuri, ata më kopraca bëhen. Se matematikat fillojnë, bizniset fillojnë, projektet fillojnë. A t'ja për Allah, apo të vazhdoj biznisin? Edhe masën e ajo ideja se, kur t'kam ma shumë, jap ma shumë. Ajtë Allah jep ma shumë, ajtë nalë ma shumë. Kjo është e konstatume me shumë raste, me qindra dhe mija njerës. Pse se problemi është dunjoja, është si drishki. Dunjoja është si drishki. Kur t'a kape hekurin, kapak e hanë. Edhe ti e shef hekrin rumbullak apo ka të qësheli, ama kur ta kapi shfort trup, u prishke. U ka hangër për mrena. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dunya wattaqu nisa, fa inna awwala fitnatin kana fi bani Israil kana fi nisa. Rujini dunjas, edhe rujini grave. Edhe këto shkojnë bashk. Ku t'ja çel Allahu dunjon, ja çon me rakin për gra. Bashkën. E kush nuk ruhet për dynjas edhe për grave, shejtani ka për veshje për hune, e qënë ka të në vetë. Edhe na këtë i shofna për dit i shofna për para me sy. Ama nuk dena me i kuptu pse, se imani o në ala është në bandash. E ti s'munësh me, sa kilometra ke me me gumën në bandash? E guma rezerv, do të 80 kilometra në shpejtësi. Pa e shlume, se s'ki rezerv, mund është me hes 200-300 metra, 500 metra, edhe nalesh. Veç rahmeti Allahut është ai që neve në animon edhe në qonë me hes njetë, për ndryshe, tu mos e ushqi imanin tonë, është pikujtje si mundemi na me gjallë si musliman, kur imanin tonë veç në sezon e mushim. Kjo vjen si me dalti në u dhe dhinë edhe mos me mush rezervarë me benzin. Hajtë se ka, hajtë se gjejmë, hajtë se nalmi, dikon. E hajtë se s'ka, shka bon ti? Jetë në udhë. E mëse priti Ramazanin në arshën për me mush e imanin, po vazhdimi çdo gjumo, çdo muj, mush e imanin tanë, që të kesh rezervë, mos jesh në udhë. Se s'dihet kur vjen momenti i kalimit për kësaj dynjaje në ahiret, e mundesh me shku pa rezervë, pa kur gjë.